Përmbytja e madhe e datave 6 dhe 7 janar me dëme të mëdha është dëshmi e faktit se kryebashkiakja e Durrësit Emiliana Sako, varësitë e saj dhe kompanitë private të lidhura me ta kanë vjedhur fondet për evadimin e ujrave duke e lënë qytetin në mëshirë të fatit. Për këtë katastrofë të krijuar jo nga rreshjet, por nga hajdutëria e kryebashkiakes Emiliana Sako dhe grupit të saj, drejtuesja e prokurorisë së Durrësit Suela Beluli ka urdhëruar nisjen e hetimit menjëhershëm për shkaqet e vërteta të përmbytjes në territorin e kësaj bashkie. Në urdhërin e datës 8 janar për nisjen kryesisht të hetimit janë marrë si bazë pamjet dhe faktet publike lidhur me përmbytjen e rrugëve, shesheve, banesave, bizneseve, shkollave, madje edhe të burgut të Durrësit, si edhe ndërprerja e qarkullimit të mjeteve duke shkaktuar dëme të mëdha. Në urdhërin e saj, kryeprokuroria e Durrësit Suela Beluli konstaton se në pamjet publike dhe denoncimet e bëra nga mediat ka të dhënat mjaftueshme dhe të arsyeshme që përbëjnë fakte penale për hetimin e shkaqeve reale të përmbytjes. Në këto të dhëna pritet që prokuroria e Durrësit marrë si indicie edhe provat që ka publikuar pamfleti, sipas të cilave shkak i përmbytjes janë vjedhjet e kryebashkiakes së Durrësit Emiliana Sako dhe grupit të saj në tenderet për hidrovorët, rrjetet e kanalizimeve nëntoksore dhe mbitoksore si dhe mos funksionimi i tyre. Sipas urdhrit do të ketë hetim të thelluar për shkaqet administrative që kanë çuar në krijimin e këtyre pasojave dhe analizim të plot për të përcaktuar nëse shkaqet kanë qenë natyrore apo pasojë e moszbatimit të detyrave nga ana e drejtuesve të Bashkisë së Durrësit. Në regjistrimin e çështjes penale, prokuroria e Durrësit ka përfshirë edhe humbjen e jetës së 54 vjeçarit Astrid Hysenaj, punonjës i ndërmarrjes komunale Plazh Durrës, i cili ishte angazhuar për të përballuar përmbytjen në atë zonë. Sipas rregullores dhe protokollit për përballimin e emergjencave natyrore, asnjë punonjës shërbimi publik nuk duhet të dërgohej vetëm në terren, ndërsa drejtuesit e Bashkisë së Durrësit e dërguan dhe e lanë vetëm pa pajisje, pa siguri dhe pa ndim. Kjo shkelje me pasojë humbjen e jetës së punonjësit të Bashkisë theksohet edhe në urdhrin e prokurorisë për nisjen e hetimit, ku thuhet: nga rrethanat se si ka ndodhur humbja e jetës së këtij shtetasi, rezultojnë dyshimet arsyeshme për ekzistencën e veprës penale shpërdorimit detyrës, parashikuar nga neni 248 i Kodit Penale, kryer nga personat përgjegjës për mirëmbajtjen, kontrollin dhe menaxhimin e situatës së përmbytjeve në qytetin e Durrësit. Në hetim janë vënë drejtuesit dhe funksionarët e Bashkisë së Durrësit, të cilët kanë për detyrë menaxhimin e situatës, por që kanë kryer ose nuk kanë kryer veprime duke krijuar terren për përmbytjen dhe duke dëmtuar rënd pasuritë e banorëve dhe bizneseve, bazuar në dëmet e konsiderueshme të evidentuara deri më tani, si në infrastrukturën publike ashtu edhe në pronën private. Hetimi do të kryhet për veprat penale, shkatrimi pronës me përmbytje dhe shkatrimi pronës nga pakujdesia.